Edhe pse duhej të ishte projekti nisur e i përfunduar, politikanët në vendin ton vazhdojnë të japin premtime të reja për problemet e vjetra. I tillë është rasti edhe me bulevardin Boris Trajkovski, të nisur në kohën kur me kryeqytetin udhëhiqte Petre Shilegov. Ky projekt vazhdon të mos jetë i përfunduar, edhe pse nga ajo kohë kanë kaluar më tepër se 7 vite. Kreu i kryeqytetit Orse Gjeorgjevski tha se është i njoftuar me këtë problematik dhe premtoi se punimet në këtë bulevard do të nisin javën e ardhshme. Javën e ardhshme do t'i vazhdojnë punimet për ndërtimin dhe përfundimin e bulevardit të Boris Trajkovski, që është në territor të komunës së Kisellavodës, një problem disa dekadash me të cilin në përditshmëri janë përballur qytetarët. I pyetur nga televizioni Shenja, Gjeorgjevski tha se punimet në këtë bulevard dhe disa bulevarde të tjera do të përfundojnë para festave të fundvitit. Po presin jo 4 vjet, por presin zgjidhje tashmë 15 vite. E thash edhe jam i bindur se shiritet e bulevardit Mumin Potok, Boris Trajkovski dhe Ljubljanska do t'i presim gjatë vitit të ri. Neglizhenca institucionale dhe strasgjatja e punimeve në këtë aks rrugor ka revoltuar edhe qytetarët, të cilët javë më parë për televizionin Shenja deklaruan se kjo rrugë nuk bëhet dhe se politikanët tanë garojnë me njëri tjetrin se kush do të vjedhë më shumë.